ka një qasje interesante tashme që po ndodh në Azi. Tajvani gjithmonë më shumë po dobësohet, madje kam dëgjuar dhe një pjesë e investimeve që janë në vend kanë filluar të zhvendosen, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan vende të sigurta për mikrochipet e tjera. Është fat, po mendoj dhe për ne që jemi i quajmë aleat strategjik dhe që mbështetemi në çdo gjë për ta. Ndërta, duket që pesha e Tajvanit për sa i përket ekonomisë ka filluar të bjeri dhe pesha e Kinës, sidomos në detin e Kinës jugore, ka filluar të rritet dhe atje kalon 26% ekonomisë botërore të pajësorit. Dhe duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të jenë gjithmonë më afër këtij teatri dhe besoj në qoftë se gjatë presidencës së zotit Trump, po dhe pak më vonë, Amerikanët sa më afër të jenë në këtë teatr, se unë besoj që Irani dhe po më la dyja shpjegoj pak më vonë, ka shumë qasje interesante me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besoj që në qoftë se autoritetet e Iranit do arrin ta kapin këtë mesazh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj do kenë të bëjnë me partneritete shumë interesante. Pse u thash pak më parë? Personalisht kam qenë 3 herë në Iran. Një herë kam qenë vëzhgues, një herë kam qenë në një aktivitet kulturor dhe një herë me disa studentë. Dhe më ka bërë përshtypje kur isha vëzhgues, më lanë në pjesën kristiane me armenët. Aty ka një komunitet shumë interesant armenësh. Si trajtojnë? Jashtëzakonisht mirë. Kishin një kishë shumë të madhe në mes të Teheranit. Por t'ju them, atje ka dhe komunitet jo të vogël hebrejsh në Iran. Dhe çfarë është interesante është që në një takim me një shkencëtar biolog, kam qenë shumë interesuar ta pyesja për rrënjët e urrëties, paçka se ne e dim që ka filluar në vitin 79. Dhe më ka treguar një ide shumë interesante. Ushtria jonë, tha, është ushtri që në thelb ka modelin amerikan. Sistemi jonë shëndetësor, që ju e dini, tha mua, është nga sistemet më të mira në botë, ata dhe Kuba kanë sisteme shumë të mira shëndetësore, qoftë për mjekimin, qoftë për diagnostikimin, po qoftë dhe për ilaçet, është model amerikan thelb. Sistemi pensioneve, më tha mua, është sistem amerikan. Sistemi shkollor, tha, që prap arsimi jonë është i patëmet në sidomos në këtë hapësirë. Arsimin perëndim ka problem, sidomos Shtetet e Bashkuara, ka ramje. Po. Më tha është model amerikan në thelb. Më thuaj, tha, ku janë rrënjët në thellësi që ju mundoheni të gjeni? Ne nuk kemi, është politika që percepcion është në vitin 79. Në vitin 79, mbajtja e pengjeve amerikane në Iran ka qenë e paimagjinueshme për Amerikën, sepse ti nuk mund ta sfidosh me përçmim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika të respekton kur ti je përballë me forcë, po jo me përçmim. Dhe Irani këtë kaloi sepse në vetdijen e Iranit është që është një vend perandorak. Dhe në vetdijen e njerëzve ishte. Ka qenë, por prapë është vend i fuqishëm, është me pasuri të mëdha nëntoksore. Ka 10% të rezervave të naftës, 15% të rezervave të gazit. Madje fundoret e gazjellësve të tyre janë deri afër territorit tonë, ka shkuar deri në Greqi. Dhe gjitha këto e bëjnë shumë të qasshme, edhe ato projekcionet që ka pas zoti Pershinski, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëjnë atë që ka bërë Anglia, Gjermania dhe Franca, me njerë kur filloi të binte kjo pjesa e korracës i Iranit, ata kanë zhvendosur shumë investime në Iran. Dhe unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e vëmendshme për zhvillimet e saj. Dhe uroj që zoti Trump me atë pjesën e zgjuar të pjesës ekonomike ta zgjidhë dhe ta paqësoj këtë. Dhe një sinjal për këtë që besoj ju e keni ndjerë, se e thatë në mënyrë ekuivoke në fillim që s'kuptohet është kështu apo jo, ishte me të vërtet keni kapur esencën. Ata e lanë Iranin që të bënte edhe kundër veprimin, domethënë nuk e lanë të përçmuar, sepse goditi bazën më të madhe në Katar. Dhe e paralajmëroi. Po ndërkohë që ishin paralajmëruar kohë më përpara nga burimet e Iranit. Dhe gjën që nuk fal
zoti Trump në këto momente është futja e Izraelit në pjesën e egër të themi të kësaj marrëdhënie. Që thotë shtukuni atyre për 12 orë do është duke me kështu. Dhe besoj që uroj të paktën që racionalizmi të mbysi kokat e tepërta, sepse më falni t'ja them dhe këtë, vendet të cilat çojnë pasurimin e uraniumit deri në 60%. Ju e dini në pjesën ushtarake duhet të jetë deri 90-92%, ndërsa për pjesën civile është vetëm 3.45 ose diçka e tillë pasurimi i uraniumit. Irani ka shkuar 60%. E bën që është një vend i cili do ketë kanale plot që t'i marrë. Ka Rusin, ka Pakistanin që është një vend që ta jep gati ose Indin. Dhe besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë logjik po ndjekin tash. Që këtë vend ta kenë në një lloj administrimi, po dhe amerikanët e dinë shumë mirë që Irani është vendi i ardhshëm që do të ketë armën për ta marrë. Po me këtë ju po leni të kuptohet beni ajo që tham pak më parë që po zhvendosen interesat e Amerikës. Po zhvendosen tash gjithmonë kanë qenë këtë zonë, po tash po hyr lojë Irani të tjera dhe po mendon se do të toleroj Kinën, po mos harrojmë që në anën tjetër edhe Kina është futur në Iran. Kina është në Indi, Kina është në Pakistan. Pra, po bëhet një luftë kush kapi këtë zonë. Keni drejt, por Kina mundohet gjithmonë të bëjë atë pjesën e fuqisë but. Është pjesë edhe strategjisë. Mundohet të mos hyjë në luftra. Dhe po mundohet të sundojë me ekonomi. Me ekonomi dhe të paktën me ide tash të Konfucit që ata i kanë futur në politikë. Po ndërkohë shumë vende kanë parë që kanë vetdije që mbas investimeve kineze, mbas qetësisë kineze, fillon fortuna që një pjesë e parave që kthehen janë me kamat shumë të madhe. Dhe ne kemi një vend shumë të vogël në veri, Malin e Zi, që ishte gati duke falimentuar. Ka pasur vende të tjera që janë në barrën shumë të madhe të parave. Dhe vetë Amerika është në borxh të madh me Kinën. Po ata e din vetë si e manovrojnë atë pjesën e borxhit, e kupton është. Jo, edhe investitorët shumë kinezë janë, sidomos në real estate tash në Kinë, kinezët e ke gjithanin, Boston ku janë ke vetëm ndërtime kinezët. Dhe këtu vjen ke ajo që thot Brzezinski, që dhe kjo ka ndodhur me gjithë prandorit, domethënë duke u përqendruar shumë thot ke ushtria, saqë buxheti ushtarak shkon ajo që ndodhet me Rusinë. Buxheti ushtarak han vetveten dhe ul nivelin e jetesës dhe ul shumë në shumë fusha të tjera si shkollimin e tjerë. A mos ndoshta megjithëse ka një fuqi të madhe ushtarake, Shtetet e Bashkuara duhet të krijojnë dhe këtë balancën e ekonomike, sepse inflacioni po shkon i lartë, interesi po shkon i lartë, tash ky dha urdhër për çështjen e gazit që në asnjë mënyrë mos spekuloni me ngritjen e gazit dhe nuk u ngret fakt. Po ka një ju e keni parë dhe ju e tonë atje, ka një mekanizëm shumë të madh Amerika që sado që unë nuk e besoj më që Amerika është një vend tashmë mbi 90% demokratik, atje funksionojnë institucionet. Shikoj tani përballjen e zotit Trump me institucionet, me Kongresin, me gjitha. Shqetësimi i republikanëve tani është që do humbasin shumë për shkak të Senat dhe Kongres për shkak të humbjes besimit që zoti Trump bën lëvizje të pa kontrolluara, të pa menduara dhe nuk ka kolegjialitet. S'ka kolegjialitet. Po të ka për shembull ajo që thatë ju ka vetëm yes men. Deklarata e sekretarit mbrojtjes ishte e turpshme. Nuk e bën. Kam përshtypjen ju e njihni Amerikën më mirë se unë, po besoj që ai sekretarët e mbrojtjes më të dobët. Jo më të dobët, po është domethënë katastrofë, nuk sepse vetë Amerika është superfuqi absolute sot mod. Po nuk mund të flasë si një sekretar mbrojtje, domethënë të kujtojnë ato çapaçulet e Enver Hoxhës, Haxhilleshin, e Shevket Peçin që shkruajtë poezi, kur flet Trumpi bota duhet mbylli gojën, nuk është në kulturën amerikane kjo. Qartë, keni shumë drejt. Nuk është kulturën dhe kjo është e frikshme pse vendimet ai merr pavarësisht sepse institucionet janë të forta, apo disa vendime për shembull, shumë ishin kundërshtim me bombardimin që i bëni Iranit.